Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak një fotografi që u bë shumë virale natën e mbrëmshme. Ledion Liço në krah të Alketa Vesiut. Tani dua të bëj një retrospektiv, me thënë të drejtën. Arbana Osmani në emisionin e saj ka thënë që kanë qenë shumë të rezervuar me takimet që kanë patur me moderatorët që kanë punuar nëpër televizione të tjera. Në fakt është një ligj jo i shkruar, por një ligj i ndërtuar që krijohet një lloj muri, një lloj bastioni me takimin që moderatori mund të bëjë me moderatoren që punon në një televizion që realisht televizionet janë konkurrencë për njëra tjetrën dhe moderatorët e shohin njëra tjetrën apo njëri tjetrin e shohin konkurrent. Por në rastin siç duket, Alketa Vesiu dhe Ledion Liço, që në këtë rast televizioni Topit dhe Klani, kanë rregulluar marrëdhëniet me njëri tjetrin. Të gjithë ishim në pikpyetje, a është një intervistë që Ledioni e ka dhënë te podcasti i Alketës apo bëhet fjalë për një lëvizje, por siç duket bësh ka fjalë për një lëvizje. Miku im nga portali më i madh shqiptar Vipat, do me thënë portali VIP-ave realisht, VIP Magazin, ka zbuluar sekretin e këtij takimit. Alketa Vesiu ka ngjallur një kurreshtje të madhe në rrjetet sociale pas një postimi të bërë ditën e dieshme, ku u shfaq krah moderatorit Ledion Liço. Fotoja e publikuar u shoqërua me reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët menjëherë nisën të hamenconin mbi arsyen që bëri bashk dy nga figurat më të njohura të ekranit shqiptar. Sipas burimeve nga VIP Magazin, kjo dalje e përbashkët nuk ka qenë në fakt e rastësishme. Alketa Vesiu pritet të shfaqet sonte në spektaklin e Big Brother VIP Albania, ku do të ulet në karrigen e opinionistes. Ajo do të zëvendësoj përkohësisht Arbër Hajdarin, domethënë nuk që nga Monika Kryemadhi, por që nga zëvendësuesja e Arbër Hajdarit, i cili mungon në mbrëmjen e sonme për arsye akoma të pa deklaruara publikisht. Burimet bëjnë me dije se ky zëvendësim do të jetë vetëm një natë dhe nuk do të bëhet fjalë për ndryshime të përhershme në panelin e opinionistëve të formatit. Megjithatë, prania e Alketës në këtë rol ka shtuar edhe më shumë interesin e publikut, duke qenë se ajo është një nga moderatorët më të spikatura dhe me përvojë më të gjatë televizive, dhe sidomos është banorja apo një opinionistja e cila është më e drejtë për drejtë deri më tani, sepse rrjedhen edhe nga një show siç është X Factor. Në fakt është e çuditshme kjo përzgjedhje që ka bërë televizioni Top Channel. Mendoj që ka patur shumë banor të Big Brotherit që mund t'i merrte në rolin e opinionistëve, por ato kanë përzgjedhur Alketa Vesiun pikërisht nga televizioni Klan. Do të shohim se si do të jetë sonte, si do të pritet, e jam i bindur që do të pritet me shumë dashuri dhe adrenalin, dhe do të shohim edhe bindjet e saj rreth këtij reality show.